Ka Flora, Manal, Flora. Okej, mira. Jemi gati. Jo. Veç 1 minutë që... Olju, apo den tonë? Takimi Ajo mis? Pa përgatit. Po, ban, vajt. Që lë kushtë? Jo. Smojna, në shtë vjenë pësësori. A jemi gati. Zhvajt me në gjojë. Ajni serioz. Ajni gati. Kujar? Shkuar. Jemi gati? Atëherë, sot në Kryestinë e Ligës Demokratike të Kosovës, diskutuam edhe një herë faktin që kemi një rezultat mjaft të ngushtë me lëvizjen vetëvendosje, pra jemi e quaj 50-50. Atëherë po presim certifikimin e rezultateve finale nga ana e KQZ-s. Dhe pas këtij numërimi final, që dini, edhe një pjesë e disa vendnumërimeve do të vendvotimeve do të rinumërohen, prandaj do presim rezultatin final. Duke mos përjashtuar edhe rreth 40 apo 45.000 të votave, qoftë nga mërgata, qoftë atyre me kusht, edhe të personave me aftësi të kufizuara. Pra kemi një numër mjaft të madh të votave që do të numërohen apo rinumërohen. Prandaj negociatat për një koalicion të mundshëm do t'i zhvillojmë në momentin e certifikimit të rezultateve nga ana e KQZ-s. A do të thotë kjo që nuk do të ketë më takime dhe nuk do të formohen grupe punuese apo cili është vendimi? Pra thash, zhvillimi i negociatave do të bëhet në momentin që kemi certifikim të rezultateve. Zoti Mustafa, pra a është vendim i kryesisë LDK-s që të mos ketë takime me vetëvendosjen nëse nuk certifikohen pra rezultatet deri në përfundim të certifikimit? Pra rezultatet do të certifikohen, e presim që ato të certifikohen sa më parë dhe në momentin kur ato certifikohen, pra do të kemi zhvillim të negociatave për koalicion të mundshëm. A shpresoni që mas certifikimit TTDK mund të dalë si partia e parë, pastaj një taku posti kryeministrit? Do të presim certifikimin e rezultateve në momentin që kemi atë certifikim, pra rezultatin final, pavarësisht se kush do të del partia e parë, ne do ta respektojmë vullnetin e qytetarëve, vullnetin e votuesve dhe konform këtij rezultati pastaj, siç thash më parë, do i zhvillojmë edhe negociatat për një koalicion të mundshëm. Nëse vetëvendosja del e para për Vjosa Osmani ka më shumë vota se Albin Kurti, kujt do të takoj kryeministrit? A do ta kërkoni kryeministrin apo jo? Thash edhe një herë, për gjitha këto do të flasim dhe negociojmë pas certifikimit të rezultateve, po i presim numrat final. Deklarate Albin Iliut në një portal sot ku është pak komunikues për rezultatin, thotë se është rezultati i dobët i partisë, përfundon asaj që Vjosa Osmani thotë që është rezultati i mirë, Siç e thash më parë, ne sot kemi diskutuar faktin që kemi një rezultat mjaft të ngushtë për vendi i parë dhe vendi i dytë, pra kemi një rezultat mjaft të ngushtë, më pak se 5.000 vota, që nëse pjesëtohet ajo me 2 në mes të 2 partive udhëheqëse, pra LDK dhe BV, kemi më pak se 2.500 vota dallim në mes të 2 partive, pa do të presim rezultatin final, certifikimin e rezultateve finale nga KQZ-ja, për diskutuar dhe zhvilluar negociatat për një koalicion të mundshëm. Ky ka qenë diskutimi vetëm. Edhe një pyetje, a janë formuar grupet punuese të LDK-s apo jo? Këto kanë vetë çështje. Thash, të gjitha zhvillimet e negociatave do i bëjmë në momentin kur certifikohen rezultatet. Do të takimi i djeshëm do të mbetet i vetmi për momentin derisa të certifikohen këto rezultate. Takimi i radhës me lëvizjen vetëvendosje sa i përket zhvillimit të negociatave do të jetë vetëm pas certifikimit të rezultateve. Faleminderit juve. Edhe çift është medium. Ekspresi në kush portal, është medium. Kujar?